Shkruan Myslim Urrizi. Kosova, vendi me demokraci për të pasur zili nga jo pak vende të Europës. Kosova, modeli brillant i proceseve zgjedhore, me një kod zgjedhor super demokratik, ku vota e sovranit ka vlerë dhe zgjedh përfaqësuesit e tyre. Në orën 19:00 u mbyll procesi i votimit. Në orën 22:00 u shpall rezultati dhe menjëherë fituesi filloi festën, ndërsa humbësit pranuan rezultatin e votës së qytetarëve dhe deklaruan se mbajnë përgjegjësi për humbjen duke konsideruar dorëheqjen si institucion demokratik. Gjatë gjithë ditës asnjë incident dhe asnjë individ apo kontingjent kriminal nuk erdhi vërdall si qenë rrugësh siç vi në çdo palëzgjedhje në Shqipëri, me makina të blinduara e xhama të zinj për presion apo për të bler vota. Çdo vot u numërua në qendrën e votimit për 3 orë dhe jo në qendrat e grumbullimit siç ndodh në Shqipëri, ku vazhdoi numërimi dhe rinumërimi 3 muaj rresht për të krijuar qëllimisht konfuzione për të dhënë mundësi zagarve numërues të vjedhin vota. Një administrim procesi korrekt nga një komision zgjedhor pa fllihësira si KAS apo rregullatori halleve që ka Shqipëria që nxjerrin rregulla pasi ka mbaruar votimi. E pse Kosova bën zgjedhje të lira demokratike dhe pa probleme e pa kontestime, ndërsa Shqipëria nuk bën dot as votime? Sepse Kosova nuk ka kryetar partish qelpsira dhe hale që duan me çdo kusht të kenë në parlament secili tufën e tij të qelbanikëve dhe haleve pa vota e pa i votuar askush, por të emëruar nga firma e hale kryetarëve prej vitit 2009. Ju të degeneruar antar të mender komisionit të reformës zgjedhore që caktoni ekspert leshi vetëm për t'i paguar nga taksat e shqiptarëve. Bollna hapët barkun duke shpikur lloj maskarallëku që surrati juaj fundërin të jetë deputet pa vota. Merrni kodin zgjedhor të Kosovës dhe keni marrë modelin më të mirë në Europë për procesin zgjedhor si themeli i demokracisë funksionale. Edhe ju kryetar të partive bollna çat kokën me pazare mes qenësh që na i shisni si konsensus vetëm për interesat tuaja prej qelbanikësh.